është një kategori më e ndihshme doktoresh, të cilët për shkak të prekjeve të smundjeve malinje përdorin edhe kemioterapi dhe tableta të cilat janë pak më rënda për organizmin, ma sa kohë të pauzës së Ata pacienta duhet me pas shumë kujdes, ato përdorin shumë bifosfonate, të cilat e dëmtojnë kockën, edhe duhet me pas shumë kujdes, me pa, domethënë, sa kohë ka kalu për kemoterapisë, me bo një 3D, me pa dëndësinë e kockës, sa është dëmtu kocka, edhe atëherë nuk përjashtohen. Nuk përjashtohen, vetëm se duhet me kalu një kohë. Vetëm duhet me kalu një kohë dhe duhet me bo diagnostifikimin, domethënë nëse bo 3D-an, 3D vret dëndësia e kockës, sa është dëndësia e kockës, nëse dëndësia e kockës është e mirë, atëherë mundem me vendosim implantin pa asnjë problem. Të paktën kjo është një informacion i mirë që mos të dëshpërohet asnjë prej kategorive të pacientëve, sepse vetëm janë faza të cilat duhet të respektojnë protokollin. Të i kalohen. Por ja që ka zgjidhje për të gjithë. Ka zgjidhje për të gjithë.